Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë. Mirë se takohemi së bashku. Jemi tek familja e Sadik Ali Gjokaj, këtu në fshatin Tojeç të Dinoshës. Vërtet një mikpritje jashtëzakonisht bujare nga zotëria Sadik Gjokaj, të cilin dua ta falenderoj përzemërsisht që na pranovi të bëhet pjesë e emisionit televiziv të televizionit Bojnë dhe na mikpriti me kaq zemër të madhe, të bardhë dhe bujare. Faleminderit edhe juve për ardhje, për intervist që keni ardhur me bëj intervist këtu. Është kënaqësi për mua me kanë këtu në mesin e juve. Ashtu që jeni të bëni një punë shumë të bukur. Se kjo është, domethënë, kanali televiziv besoj i pari në Malëzi në gjuhën shqipe, apo jo? Po. Shpresoj që kanë edhe më i suksesshëm, se tash një ty punoj lokalin. Është vërtet. Që ashtu. Faleminderit. Sadik, ju faktikisht jeni një njeri që prej afro 4 dekada jetoni dhe veproni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York, por që as edhe një herë nuk e harroni vendlindjen, kulturën dhe traditën shqiptare. Ai është faktikisht një nder, besoj, edhe për të gjithë antarët e shoqërisë kulturore-artistike koha nga Dinosha, duke qenë se juve jeni antar i kësaj shoqërie që nga themelimi, deri më sot duke kontribuar si instrumentist e veçanërisht në fyll, një instrument karakteristik folklorik, i folklorit natyrisht ton, edhe pse shumë vite në mërgim ju vazhdoni të jeni aktiv. Morët pjesë edhe në 2 festivalet e fundit që shoqëria Koha pati, por keni marrë pjesë çdo herë që është dhënë mundësia. Për momentin ndodheni në vendlindjen tuaj dhe sot ne do ndajmë me shikuesit e televizionit Bojnë kujtimet, sfidat, emocionet dhe përvojën tuaj jetësore. Do doja të filloja pak me femërinë tuaj këtu në Tojeç, në fshatin Tojeç të Dinoshës, si e kujtoni jetën e atëhershme asaj kohe? Tash janë shumë vite, në vërtet 44 vite që jam larguar nga vendlindja, fizikisht, por vendimin e mora me vetin në zemrën time, edhe shoqërinë kulturore-artistike Koha, po ashtu, do me thënë, jam një ndër antarët më i vjetër i shoqatës, jam antar si është ditës së themelimit, që kemi formuar këtë shoqëni. Ja kem filluar me një numër të vogël, kuptohet se çfarë kushte e kemi pas atëherë, por prap është një sukses shumë i madh që e kanë marrë, që do me thonë kjo shoqat duhet me festua vitin e ardhshëm 50 vjetorin, e kupton. Besoj në lasht Perëndia shëndet, që do të bëjmë diçka për atë 50 vjetorin, por po kthehena mrapa atij që është ditës themelimit që e bëm këtë shoqat. Do me thënë, kur kem filluar e formuar shoqërinë me emrin Koha, edhe u emnua Indieri Ramo Dukaj si kryetar i shoqatës. Nuk e di sa ka ne, nuk e ka më gjatë. Kjo kem e 77-ën, kem marrë pjesë, me 77-ën kujtohet në Barutana, në këtë në Golubovsk, disa çfarë që i kena batër. Ishim si instrumentalista fillestare, kupton, por kishim përkrahje të madhe edhe prej tonë katonit. Edhe u bam, do me thonë, filluam vërtet me instrumenta më të partë, kem filluar vetë edhe Hilo Gjuri. Aj me qyteli, vetë me fyell ashtu. Atëherë të ju falenderoj edhe të tjerëvet, na kanë bën përkrahje. Edhe kem arrit një skenë, besoj që më kanë ndoshta rreth 10-12 instrumentalista atëherë, kupton. Na kanë bën përkrahje vllaznit Lulxhuraj. Atëherë në një vjet a 2 ma në artë dhe Kol Lulxhuraj me fyell, është kanë një instrumentalist i mirë, shumë i mirë. Atëherë kem pas nga Ksheva, prap Luvic Kalaj. Kanë ardhur shumë. Atëherë kanë gatar në Alban, që se kem dhja se i kenë për dinër, për shumë Nafia Gjokaj, atëherë na ka Janus Ulanaj,
E u ba, do me thonë, për atë kohë, kjo shoqat mori një famë të madhe pej do njëzhe amater. Po, me intereson, nga erdhi kjo emri Koha, përse emri Koha, dini ju? Ata nuk e di se si, por do me thonë, ja kem blon emnin Koha, se, menoj që për jarsye, se s'kanda me la as për dinosh, as për se kjo shoqat i të formove prej kret grudet. A kupton, që mos me ja kushtua as sedishtit, as dinosh, tash ka qendra dinosh, do me thonë duhet me diku. Por, pse, kem pas antar, bile ma shumë kem pas me fillu e qysh pi i kalet e derin sedisht, e lugut semit, derin sem të sedishtit atje, në ksheu, pe emër bozhet, dinosh, do me thonë, jem kënë të së bashkët. Besoj që për atë gjallë është maj a jemen edhe ma tutja ashtu vazhdonë. Po të kjo, si lindja jo dashuria për muziken dhe për folklorin? E kishit tradit familjare, apo? Paj, adi si, tash në atë kohë, gati s'ka pa familje, anë malësi që si kanë paj instrumentat. Me gjithë se fatë kësi sot nuk eksistojnë aqë. Ky tingull i fyllit diçka mua manjet jashtë diçka shumë interesantë më duke. Atër nisa me marrë i fyll atje, po as kishim as ku me marrë, ashtu kuptoj të si e kem pas gjendjene. Edhe nisa mu marrë ka pak me tanë jashtu. Edhe vazhdimisht, do më thonë, me gjithë se edhe në Amerikë atje kura ke koha që me u ba maj mire, maj fuqishëm për ta, ma dash me punua se krijeva familjen e fëmije, por nuk e kam lëshua dore të askur, me të kanë zotë vërtetën. Po dikush në familje, babaj, apo nuk e di, nga Ja, afërmit? lahut si ka ra baba, po s'kam arrit me e pasën. Kam ka një ria dhe këm ka vdek baba atëre, lajden i smut, por lahut një kanë ra në badë. Në vërtet këtu i kem pa një këshi fa Jusuf Zeke, ta i vite lahut, unë si fëmi më nësha me fyll ka pak. Në ashtu, do me thonë që o diçka që ta ngre zemra për ato gjana. E qëfar do me thënje ka për ju fylli? Fylli për mua shumë, ka do me thonë jetë male, me të ka zotë vërtet në salë, sot gati 70 vjeqare, do të shumë, a di se unë njeri kur hinë ato vjetë, nuk mujë salë, si në mos begat frimore, është pak ma vështirë, kuptojnë. Por këto që e ti e tingull në fyllit e lëfjetu, me ka një gjumë ka mu uqua me dikiva. Edhe bide dhe banë lojnë edhe familja, ka herë me më malqojnë, pe ati e diku e gjenë një YouTube e diqka, se e dinë se kam e reaguan ta, në shumë. E zhymaret të parën herë që i kam një gjua, bide është interesant. Shkosham të i ndjeri mik që kem pas për rëmathit, i farë që në jusit, a i ki para fyllit. E aty u dashurova edhe në fyll prej ti në ma fort, me të ka zotë vërtetën. Pa ta ullshin me bakti atje në pyll, shkoj vetë atje, e lejtë e kanë një prej zetet, atje ki pa zymaret. Kur i ka araj zymaret, a tingulli tyne ashtu mu dukt interesant, edhe fillu këtheva, si me i fitua tash, nuk di as me i punua, aty kisham këtu i kështi i kumar, e kishim i farë dedzionit pas drejt, e lajmë mi punovë, se ju ki para. E me ta umësova, e më ka mësua të remura zymaret, kuptonë. Ati janë gjana interesante që është minjet, ashtu si të mesën. Po, a e mbani mënd herën e parë kur keni dalë për para publiku dhe keni interpretuar? Me fyll, kam marrë pjesë kështu në grupë. Kena ba valet, dhe me thonë me fyll dhe me qytetje me ato. Kena ba shoten, dhe me thonë kena marrë për atëherë që jo kena të kohë. Po? Ku ishte hera parë, para cilit publik, ku në zhvënd? Këta ka kënë në zetë kisha me thonë, ka kënë në Golubovës, me gjesë ka kënë, po. E kena marrë pjesë atë rrëllën Sportski Center, për atë arsye se im ka shumë të mirë si shoqatë. Ty, se pat me marrë shpërblim, se Shosnia Kulturistike atër ka përgatilla dramat. E kem pas një talente e ndjera, Fadila Bey, që ajo ka kënë. Dhe me thanë që kure më kujtojët ka kënë drama si kur t'isha djallë.
Ashtu, aq e ka luaj, shkruhet e Pobjeda, ka jo gazeta që delë të nesër, thote, një amatere, thot, është gjuna pas për ke profesionale. A kuptaj mirë më kujtojt aj titullin, gjithën sërbo, ma sërbisht shkruhet e atër. Kanë pas korë sukses të madhë, edhe në basta të njët atër dhe me thosh është një pa të marrë shumë famë me të kazot vërtet se kem pas sukseset të mëla për në atë kohë atër në dhe ishim të mborën me ata në duke i se bëjmë diçka shumë. Sa ishte rëndësishme kultura dhe tradita në atë kohë në familjen tuaj? Ajo është interesant, tash, tanë familja o këtë diçka i interesum në atë gjanë. Tanë katuni o kënë, jo veç familja, këpëtonë se kur dojmë me shfaqja diçka, shoshin tanë i të diçka si me da me shko profesional dikmuaj, jo si amater këtu. Atër veshim robë të tanë, do me thonë, veshim të shpia, një ashtu. As kishim as robë këptohet, atër në duhej me blell. Fatkesisht, atër ke muj me pa di se si vjen koha sot, se në katun tonë i kem pas gjubletat, i kem pas qakshirët e vjetër që i kanë muj mu të rashiku, sot me i pa pas pak kujdes. Mirë po kur kus si karë, uej ka gjuj. Të atër, si kishtë me thonë, tanë katuni në ka Allah për krahje për ata. Dhe me thonë, edhe një kej pak ndjenjet kanë ba me pas shumë ma ndjene, po. Di që ju keni shkuar faktikisht edhe për veshje në Kosovë. Po, vërtet, kishim problem se ishim, atëherë bam 30-40 antarë, 37-8 antarë, kupton. Edhe i te problem, dhe me thonë vetë, qakshirët i këm pa marrë të njëtë, po të tanë tash nuk jetojnë ma këta që Kosovë vetë. Po. I këm pa marrë të i farë omer mujt atë qakshirët e tina. Ta në kënë qakshirë originalet, tjerë si që jënë kënë. Atër, i këm me ata qakshirë i këm dalë shfaqe dhe që i këm shku vendë, këpëtonë. Atër fyëllën që po to, ma ka pa laj miku pe i rrogathit a i ndjeri kjo Cenojusi i kanë thonë, e kemë pa mikë shpijetë. Edhe fyllën e ti e këm pasë dhe dherë tash ja këm lurua një pisti, thëmë kjo ta kod juve, se është adin me trashegimi, këptohet ata. E një ashtu. Po veshet e tjera, pëse shkot në Kosovë? Veshet tjera tash kje puna, se do ishim me shfaq program, s'kishim as robë, as ma këptohet veshjen komtare. Po unë, dolla në Kosovë atjetë i kushin, që kisham martume në pej, edhe ka kalosha më tërpeja, i te një pazar që kite shumë gjana kështu, po më nëjë veshje komtare, instrumente, e tash nuk shë gjash e kur gjanë, se tash jem këtash, edhe të më nuk jashme. Ty e kalu i shok ka punoshin tirë që asajt, e kupton? A e tonë që du me hime ba i pyetje. Edhe hime vetë aty, u isham 18 vjeqarë, 19 vjeqarë, edhe i pak i duke i adin. Thëmë, zëtë një, thëmë, mjekë shtu një shtu, ja spjegova të tanë, thëmë, jam me antarë, jam shoshatë, thëmë, ma të zi, thëmë, jam interesu me pa se si shkon, thëmë, nuk mundi me të premtua për pa, bam, ljellin atje, me pa qka vendos shosnia. Thëtë, palje, kështu edhe më kalë zonë, edhe u morën me vesh për 28 palje. Nëse, thëmë, shosnia, thëmë, shoshata vjen dakord, komet lemru, patër s'kim as telefona, ja laq adresën, edhe me telegram jem marrë vesh. Erdha, këthe me bam lellin, u morën vesh. Po, thënë, po si, po tash këme i marrë paret. Se s'kishim pare, këptohet. Atër u caktu me 2 vetë në Dinosh, 2 vetë andej Cemit, 2 vetë në Lullan, edhe kem hinë shpi për shpi, kem shku e kem blell. Edhe i blell me paret, për zëtën me të ka zotë vërtet se mirë më kujtohet se askush nuk në ka këthy mra pa marrë pjesë, dhe me thënë në fondacion. A sa kanë pas mundësi pësaj? No. Edhe i bam parit i bam, edhe a qova telegramin, tëmë, je ka që kështu u morën vesh, je pa autobusit, fillet pej. I mora, u këtheva prap njëtë në ditë, ma më prame me autobus, i kam pru robën një aty, kem pas atër natë, për sa kohë, më kanë thënë, do tash bile egzistojnë disa, po, tash 43 vjeta, sa, 44 vjet janë, po. Jo të po 47, më falë se 44 që jem dalë vetë, po. Po, zote Gjokaj,
Çfarë emocionesh ju zgjon sot ai rikthimi në vendlindje, ai rikthimi pranë shoqërisë, koha, si ndjeheni pas 43 viteve? Aja disi, interesanta pak, do me thonë, fizikisht jam largua për i kësaj shoqatë. 44 vite po bahen, vërtet. Por gjithmonë e pa qkyt shoqatë e pata në zemër me veti. E dhe thosha prap, me ka shnosh me nim të Zotit, inshallah kam namaj Zotit me shneteve, prap du mu këthyë. Edhe arrita u ktheva, kupton. Më thajmë, jam këthyë para 5 vitesh, parin festival, 4 vite në vërtet, në Tropoj. Edhe aty më dhanë edhe i shpërblima, din pakën. Po, kryesorja, kje që i knaqën edhe kje organizimi shumë i mirë, atër kam marrë pjesë edhe në festivalin e Rafsh aty. Atër kam marrë pjesë, tash nga ti mundohem sa ma shumë me marrë pjesë me shfrytëzohet dhe i ditë. Absolutisht. Ne kemi pasur rast faktikisht të jemi edhe me kamerat tona, të ju xhirojmë dhe pse jo, të ndajmë këto momente edhe me shikuesit e televizionit bojnë, ashtu që në këto momente neve do ndjekim edhe juve në sken, duke qenë se është vërtet një moment që ja vlen për t'ju parë. Faleminderit. Miq të nderuar, jemi rikthyer natyrisht për të vazhduar bisedën tonë me zotëri Sadik Gjokaj. E dim që shpesh njerëzit që largohen nga vendlindja e kuptojnë edhe më shumë vlerën e rënjeve të tyre. Kur dhe pse vendosët të shpërnguleni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Si shumë mësor që jem shpërngull nga mësia, nga tanaviset shqiptare, po sidomos tu nga Malizi, edhe ekonomikisht nuk ishim në gjendje të mirë, edhe punit e shtirë me gjithë, në vërtet, unë kam prit për punë 2 vjetë apo 3 vjetë. Isha kry grim shkollë të mesme aty në Podgoricë, se ite
pyetje me krye zanat, me muj me hinë punë sa ma para, kupton? Si që dim se na jem kënë ma të vonë se ata, atej, kuptohet. A i nërshin punë ata, atër na një ka vend për ne, ose duhe me gjeti mik diku, me të një muë mu punësu e nesen. Atër të në rogat ishin të vogle, e vendosa me lëshu vendindin. Aja nuk është kollaj me lëshu vendindin se nuk e di ku shkon. Por prap, vetë e gjenerata, dhe më thënë që shkohet si me, e kem pas ma kollaj, se kem pas mështetje në atje, se janë kanë paranes që janë shkohet gjysh me 68 tënë, e kupton, kom pa vlaun atje, kom pas kushrinte, kom pas dashamirët, më kanë një mua, dhe më thonë, s'ka pa problem për strehime, për ushqime, dhe që kam gjetë punën, do të revonu si të anë tjertë. Po shumë shtirë, se për shumë një fjallë në nglishtë se kom di kur jam një spektej. Ma të parën fjallë e kam su në aeroplan ku shkruate exit, thoma e ta ka veç medalja asaj, se s'ka me kanë tjetër, kupton. Si ishte momenti nga largimi, ke latë këtu mbrapa? Si ishte momenti, do me t'i këmën, do raste. Andër e shisha në vendin e vetë. Andër në gjumë. Dhe me thonë, nuk ka mujë mu pajtua, për 2 vjetë, 20 herë, kom thonë, po vi e po këthehim. Ja, po marrë, po fitoj e lejkta, jo lejkta. Po nëjse të në lonë, u përvuna si tanë tjerë, të atjele, u vendosa. Atër kryova familjen atje, dhe me thonë, mas 5 vjetë, që ju largova nga Berlindja, njoftova bashkëshorten aty, norte të laja, është pejt njëtit ka tonë këtu. Ata lindën fëmija, u rritën fëmija, u martuan dhe një ashtu u kryo jeta. Po çfarë kujtoni nga dita e parë në Amerikë, kur shkelet në tokën e premtuar? Nuk e di si kisha me spjegua, por kanë pa thonë, ku kalzohen darda shumë, merë strajcën e vogët. Nuk është e kollajt toka e huajt. Unë jam tash 44 vjetë atje, dhe me thonë, jetën më të qetë që e kaloj këtu. Edhe atje jam mirë, në regull, kam familjen, kam punua, jam pensionua, dhe me thonë, jetoj si tanë tjerë, kështu në jetë normale. Por ma kënaqësi kam kur vi këtu në madhësi, e shot djelën ka del për kryesu këtë atyja, është... Po më çfarë sfidash u përballet në ato vitet e para? Cilat ishin ato sfidat më të mëdha, problemet më të mëdha me të cilat u ndeshet përveç gjuhës? Përveç gjuhës ishte edhe puna. Se për shembull duhej me pas se edhe në punë nuk të merrte kush ku nuk din me fol, ku nuk din mu marrë vesh. Atër duhet me punua do punë që gati ma mirë mësoj përmen heqa, kupton? Por nevoja të banë qmos. Një ashtu, atër punova disa kohë punova të, jo pastroj, jo baje, jo garkoj, jo çgarkoj, e tana, se tash në mujmë me thonë se imën. Edhe me kohë të kalume, atër në mora profesionin e shkova në mendim, bidela ty, më ka ndimua njari, se gjithë ku, të thone një mund zoti. Po me thonë njerëzit e miri që në zoti me të një mua, si me thonë tash. Edhe i shokë më ka një mua në vërtet. Më ka njoftu me i norvegjes, si shokë, Seljan ka një shokë jemi. Ashtë në vërtet jeton hala. A i norvegjes i kite një kompanit male atje. A më shko me punu të aj. Puno, në pra me shkoja në shkohen, në mësojnë atin për ndërtëtari. Dhe që ju kvalifikova, atë në s'ko pas problem, atër kam punua 30 vite, pensionua jam e më thonë. Pa ka pasur ndoj moment pas atyre ditëve të para që keni menduar të ktheheni përgjithmonë në malësi? Ka pas, po si s'ka pas. Si ta që ma shumë ka ndërrua për këtë tokë, se për atje ku jetoja. Por, atër kur nisë, dhe më thonë, me kohë vjen gjithka. Njeri planifikon diçka, mirë po koha e ban planifikimin, e jo si e ban ti. Atër da prapu martova, kryova familjen, edhe gruja prej këtyja, jo kite shefës atë, po qka me ban tash mu, këthyja atje,
pa fitua diçka, pa penzion, pa atër një ashtu, hajtë edhe me ta atje. Si arritët të ruani gjuhën, traditën, identitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Me të kallëzuar të vërtetën se vetë jam kanë pak me familje i grim ma i shtirë se shumica e tjerë vetë. Unë kam 3 fëmijë, janë lindë rritë në Amerikë, do me thonë, kam 3 nipa e 2 mesa. I paqmejet të gjithë. Faleminderit. Fëmija e mi e folin Shqipen për zëtë anëversi e flasë vetë i kështu. Gati... Kjo është merite juaja. Gati mundi me thonë vajzën e male nuk keme di alenë të rjesh, anë hot, anë dinosh. Po, edhe e tjetër, fati jam se janë mërtuallë me shqiptar. Po, që ata e kanë pa kusht pe i med, në tjetër kom, as nuk e eksiston të vetë. Edhe djali a i vjen shpesh, a i këtu, në vendindje, e shijon shpine, jetes në këtu, edhe a i folë Shqipën mirë, me shkrua me lexua të tanë për ata. Edhe si ta që i kam pas ba, edhe instrumentat në shpi i kam pru, edhe 8-3 fëmija mi i kanë rashit e disë. Edhe unë mërë shabala me tajnë ashtu. Vërtet shumë e bukur. Sa aktiv është komuniteti shqiptar atje? Si e shikoni ju nga këndvështrimi juaj? Komuniteti shqiptar është shumë aktiv. është gjithë në Amerikë, jo veç në New York, po në Detroit, si të mos edhe ma, se alle i numër shqiptar ma i mathe, alle komuniteti të më thënë janë ma afere, por për komunitetin shqiptar në New York janë aktiv, edhe bajnë punë të mirë. Çfarë roli kanë shoqatat dhe aktivitetet kulturore në diasporë? Çfarë roli kanë ata për shqiptarët? Edhe atje kam kënë antarë. Sa s'ka muj me kënë antarë i kosë, jam kënë antarë i bashkimit kombëtar në krye me Gjergj Vukaj. Dhe me thonë që edhe tash kam marrë pjesë për ditën e kryengritjes të flamurit, po kanë organizua, edhe aty kam marrë pjesë i pikë, dhe me thonë më kanë thirë bashkimi kombëtar. Edhe kem pas ardhë, edhe në Vitoj, ma në festivalin, para 12 vite në shta. Festivalin e Rafshës. Po, festivalin e Rafshës, kem marrë pjesë edhe aty. Të me thonë, ende jam antari ty në të atje, tash kur jam atje jam me të atje, kur vi ka, jam me këta këtu, po. Shumë mirë. Çfarë ju ka munguar më së shumti nga vendlindja gjatë këtyre viteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka munguar gjithë ka me kështu një mënyrë, ka munguar shoqënia, ka munguar ditë të fëminis, që i kom kalu ka, shok që jam rrit me ta, ta shkur këthesh, është pak edhe emocion, a një qënë se disa nuk i ke, kanë shua venin, disa nuk janë, nuk jetojnë ma, të me thonë ato tane, ato mungesa. Po, a ka në i moment që ju ka prekur veçanërisht gjatë jetës në mërgim? Ju ka prekur, ju ka lënë ndë një breng, themi kështu, apo ju ka prekur emocionalisht juve në mërgim, ndoshta pse nuk jam në malsi, ose diçka që nuk keni mujtur ta bënit? Kur shumë gjana janë, po vesh një ndër të, për shembull tash po kthejmë prapë në shoqërinë koha. Ku i shisham se çfarë programe, e unë nuk mundisha me kanë fizikisht aty, e kupton. Ai te i mungesë e madhe shumë për ata. Pavarësisht jetës tuaj në Amerikë, vërtet lidhja juaj me shoqërinë koha nuk është ndërprer as edhe një herë. Jo, sigurisht as nuk do të ndërprehet, ndoshta deri që mundem me marrë pjesë me ta. Po sa e rëndësishme ishte koha për ruajtjen e traditës? Jo, shumë e rëndësishme, a din çka? Një gjë pak është se këta të rinjt nuk janë më të interesuar në instrumente, në këto, si që jem kanë ne atër. Por duket koha e bjen vetë në gjithka. Vetë në vërtet të ashim të e punua një lomë këtu më rapa, i shala që ka thomë në manë zoti me shnet. Urojmë shumë. Edhe mendoj me qilë një lomë aty, edhe në mu isha me prunë fëmin të rritë e katonin të dvenit sajtë. Edhe mendim tjerë vetë, kom
kanë më ndihmuar edhe tjerë instrumentalistë, e besoj. Le ta trashëgojnë pak edhe ata. Pikërisht dua të ndërlidhem me juve. Ju faktikisht njiheni si instrumentisti i fyllit, apo jo? Po, Sa vështirë është ta ruani fyllin. dhe ta përcjellim tek brezat e rinj? Është e vështirë që ata ta mësojnë fyllin? Është në vërtet se fylli si taç nuk është si bylbyli, për shembull. Bylbylin mund gjithkush me fillua edhe mësohet. Fylli ka një strategji më të vështirë shumë për frymëmarrje, ndërsa frymëmarrja në tërmësohet me kohëllata. Por fylli është, si me thënë, është pak veç ashtu që duhet me gjetë mënyrën se si me alëshu zonë, e aty duhet me hub kohë shumë. Edhe të përmas kohet, njeri vjen e mësohet nëse të intereson, adin ka mu mësua, po nëse si intereson dikujs. Dua të di se para cilit publik apo në cilin vend jeni ndjerë më së miri kur keni interpretuar? Në malsin time, kur ka interpretuar në Rafsh Thotit aty. Edhe shpresoj inshallah si vjetë kem me kënd, edhe aty prap ashtu. Gjithë ku jam një mirë, sa jam dalë në skenë, dhe më thonë, publikun e ke pa popull shqiptar, komin e vetë, e tana, dhe më thonë, e ke kushtua traditës një mënyrë. Por mas fortit e kam një vetin mas mirit në malsin time. Pikërisht neve në këto momente do ju ndjekim në malsin tuaj duke interpretuar.
Shikues të nderuar, jemi rikthyer natyrisht në biseda jon do zgjas edhe do zgjas. Neve vërtet jemi duke u kënaqur, urojmë shumë që mos i marrim kohën, por edhe të keni pak kohë për të ndarë me gjithë shikuesit e televizionit këtë eksperiencë jashtëzakonisht të bukur tuajen. Në 2 festivalet e fundit morët pjesë me shoqërinë Koha. Si ishte kjo eksperiencë? Po mirë ishte, domethënë jemi kanë tonë së bashkut, kemë rrëguar së bashkut. Ashtë edhe kënaqësi kur ishe të rinë që janë të interesuar me marrë pjesë. Edhe tonë janë kanë domethënë prej moshës 15-14 vjeçare deri në moshën 20-30 vjeçare aty. Domethënë më i moçimi isham unë, Ali Besiraj, Sulejman Beqa, një këta. Pa ndiheni krenar kur e shikoni që tradita vazhdon? Po, si s'nihem krenar. Nihem krenar edhe me keq që nuk mujmë me bën diçka më shumë me trashëgu këtë gjë, të kallëzoj vërtetën. Por edhe meritat i kanë ata që e kanë majë. Domethënë meritat i ka çdo antar, që është ditë e themelimit. Dikush më shumë, por gjithësilla është merita e gjithë. Pse? Kjo është një shoqat non-profite, kur kush nuk bën, po gjithë ku i tokon me bën harxhime e jam e fituar gjë. E sidomos udhëheqësia që e ka marrë Sulejman Beqa e ka marrë tash 25 vjeta, sa Ali Besiraj, po ashtu për krahas tina. Ata kanë një merit shumë të madhe. Jo por te unë, por besoj që të gjithkush. Edhe shpresoj që edhe tjerë tash kanë me marrë dikush tjetër do ta vazhdojnë. Urojmë shumë. Cili ka qenë momenti më i bukur në skenë gjatë këtyre viteve? Vërtet, kur jam rikthye pas 40 vitesh, e kupton? Në festivalin e parë isha në Tropojat aty. Edhe kim një publik masiv shumë, ashtu. Edhe kjenë shoqata shumë, edhe kalum bu ashtu. Domethënë që për një kohë të gjatë nuk isha prezent në këtë shoqat, edhe ja ishte domethënë festivali i parë mas 40 vitesh. Shumë interesant ishte edhe kënaqësi ishte. Absolutisht. Është për të vlerësuar natyrisht kur njerëzit, edhe pse larg vendlindjes, për dekada të tëra vazhdojnë të mbajnë gjallë kulturën dhe traditën, këtë gjë ju vërtet po e bëni edhe ditës sot. Do doja të dija se çfarë mesazhi keni për të rinjët shqiptar sot? Cili do ishte ai mesazhi? Mesazhi im kishte më kënd për të rinjë që mos ta lënë mas doret. Domethënë, unë sot në moshën e pleqërisë, mundi me thonë se edhe kam vullnet hala, kapacitet për këto gjana. E të rritë kime kanë kënaqësi, jo veç për mua, por për çdo shqiptar me i pasë, merren me këto gjana, me instrumenta, me valle. Vërtet balltar kena mjaft, po instrumenta dista nuk kena. E pak, kur e krahasoj, para 40 vitesh, si e mushim skenën me instrumentalista, e sot janë shumë, domethënë tana shoqatat janë pak. Po sa është rëndësishme ruajtja e kulturës dhe traditës shqiptare këtu tek ne? Domethënë për ta ruaj kombin, traditat janë mbas folklorit, mbas instrumentave. Nëse na i zhdukim këto, atë zhduk në edhe neve. Se për shembull tash, i fat e kena pas se Lahuta hinë në UNESCO. Gjubleta po ashtu? Po, Gjubleta kuptohet, Gjubleta që është 5.000 vjeçare. E mirë kemi kënë tjera gjana, me luftu për tjera gjana e shumë tjera, por të me thonë, në basë këtyne ruhen ato gjana. Folklori është, mendoj unë, numër 1. Kangat. Lahuta i ka përkujtuar njerëzit të historinë, traditat, një ashtu në basë këngës. A mendoni se diaspora po kontribon mjaftueshëm në këtë drejtim? Vetë ka zotë vërtetën një mënyrë më kënaqur jam me diasporë që ka bëjmë atje, e që ka mundohen me që na jem një gjendje më të shtirë. Se na jem, domethënë aty në tjetër gjuhën, tjetër shtetën, tjetër. E këtu kem gjuhën e vetë, popullin e vetë, e nuk po i majmë, pak nuk jam i kënaqur me ata. E atje kem sa të ri, që i po merren, i kam aty, për shembull 2 vllazë në Rukaj që janë le rrit në Amerikë. Po ata janë instrumentalistat të devotshëm, të hatashëm janë. Edhe
merren me sytelia, me ljahut, me instrumente, bile shumë herë bëjmë së bashkut aty, kupton? Atë në Detroit atje kom pa shumë të ri që janë të interesuar me ata. Por duhet edhe familja pak me ndikuan fëmija, kupton? Pikrisht këtu dua të ndërlidhe me juve. Çfarë duhet bërë për t'i afruar të rinjët me folklorin? Çfarë të bëjmë që ata ta duajnë më shumë? E di se kinë mu dalë kushte pak. Kam një që tash në tus atje kanë qilë kursin për 3 instrumenta. Ajo është për mua një hipotes shumë i mirë. Edhe kam respekt edhe për ata që i ullhesë edhe për ata që i kanë qilë. Edhe këtu kesha me dash me muj me qilë diçka me banë gjanë, se dhe me thënë, kur kem fillu se po këthejem prapë shoqnin koha, ja kem njës 2 vetë. Për mrena 2-3 muaj që i kem pa 20 vetë, kupton? Njëri tjetrin e bjenë. Edhe këtu kime vjej pak me investua ma shumë, adin, se jemi në shtek të humbjes. Ajo nuk është e mirë. Juve përmendët që keni nipa dhe mbesa. Ju keni trashëguar do njërin nga ta? Po, bile si kam do video këtu se aty vine gjuhen me ta i mësoj ka pak adin. Po, por atash nuk e di ata kur rritën, bile s'ka me pa interesim, por... Po djali ju a i din të luaj? Djali qytelis, po, i ka ra, bajag i mirë, po tash e laj, është i rria, rritë e bandë ka tjera, por ka i herë e me rëndorë ka i herë, po jo sa kisha me dash vetë. Qëfar ju bën, zoti Sadik, krenar kur e shikoni jetën tuaj nga aspekti artistik të themi? Qa, për si me ta shpjegu, tash se dëshira është e male. Mundësit, do me thanë, ma kisha ndash me pa muj me shfridzua kohë ma shumë tu, e me keme këtë shëqatë, se nështë ta, bella dhe me thanë, një njime dhe ma shumë u kisha mla në luna aty net. Kënaqësi është, më një vetë një shumë nasur që jam këtë. Diku është më thëtë pa qka po të duhet ajo zanade, ja pak ta. Po s'du mu ba profesionalisht së 70 vjetë, 68 vjeqarë, për shemull, mu e di se sa kom e arrit. Por, kom qef që dhe ta vritë edhe dikush tjetër në është ta përbu smejta, kupton? Të vazhdojnë rrugën tuaj? Ta vazhdojnë rrugën teme, po. Do doja të dija si e kaloni kohën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dim që këtu në vendlindje kënaqeni, e shijoni maksimalisht. Po atje si e kaloni kohën? Fajt atje tash e kaloj, kam shumë, do me thonë, nga malësia që jem aty në komunitet. Kam qysh Gojqa, Camaj, jem Dinoshan, bleona për çdo jam, të ka zotë vërtet në kalojmë mrekulli i bukur. Pa ndodhe njëherë që shoqëria t'ju kërkojnë nga ju që, pse jo, të luani? Po, edhe dikuj kanë pashti, bide s'dje kanë paqit në YouTube, që jem kanë ty e naje, ty e pije, ty e hongre, ty e pjekështi kingja, edhe aty kam luaj një melodi, po, ka i herë në edhe ata e kanë qef me banë. Tani duke qenë se jeni në pension, të pensionuar, sa shpesh vini në vendlindje, sa shpesh jeni këtu dhe sa do qëndroni t'ju pyesim kështu, duke qenë se jemi drejt përfundimit e emisionit? Disa shpesh jem këtu, gati ma shumë, veç se gruaja hala se më ka dalë në pension. Edhe besoj që tash të lejnë 8-9 muaj ka me dalë në pension. Edhe jetën timi ma du tash me kalu këtu. Kuptojnë se kam fëmina tjetër tana, me shkon vizit ka i herë, por dëshira e me është me kalu plesin këtu tash. A keni ndonjë peng, apo ëndër që dëshironi ta realizoni, diçka që ju ka mbetur peng, pa realizuar deri më sot? Për nërë shajt të konë folklorit, kishte me kënë me i pa 2-3 fjolltar të rinë, me ba, do me thonë, kite me kënë kënaqësi për mua, edhe një dëshirë me u plotësu, shumë e male, me i pa në skenë 10-15 instrumentalista se dalin aty. Se ajo kishte me kënë, sa i takon folklorit. Po sa i takon jetës tuaj, keni ndonjë peng që ju ka Pa, mbetur? tash në jetën time, jam i kënaqur edhe me jetë, nuk ka diçka që ai njeri kur nuk gjehet me gjana, kupton? Po,
Ka knasina, ka pa knasina si gjithkund. Pa do bënit po të njëjtin rrugtim nëse jepet mundësia të zgjidhni, do shkoni sërish, do lëshonit vendlinjën dhe do shkonit në Shtetet e Bashkuara? Nuk e besoj se kisha. Pse, sot edhe këtu jetohet, adin. Fitesat janë edhe këtu. Po, nështë nuk kisha me shku atje. Tash me përvoj që i kam ban jetë atje. Kisha belakja me kryu jetës në edhe këtu të mira, kuptonë. E qartë. Po tash, atje kem kryu jetësën e jem... Stabilizu, jeni vendosë. Jem vendosë, ashtu që jetojmë normale, jetë normale. A mund t'ju presim në ndonjë koncert të radhës të shoqërisë Koha t'ju shohim në skenë? Po si? Kur mund t'jetë? Kur të që ta kenë këta, kur t'jenë hazër, unë jam. Edhe një kjo është në Amerikë, vështë të mbajnë telefon, se unë vi. Në rregull. Se unë vit 4 herë në vjetë mas paktit. Vi, rëj vetëm këtu ka 2-3 javë, prapë këthejem. Kur vi me bashkëshorten, rëj ma gjatë, për ajo punën hada, alla pak. Si e kaloni kohën zakonisht këtu? Çfarë bëni? Këtu vetë punoj ka pak. Kam qef hala, në vërtet jem marrë me ndërtin të rjetër që ta në shpinë vete ka puno për mrena e këtu. Një mjeshtër i vërtet. Jo, ma shumë ka kushtu pare, se kom la punë në kohë atje me shprejqerit. Kom pa përë materialin për atje, puno tavane, puno kuhine, puno dyre, dritare, të lëve, ato i ka pru për atje, veti kom muën, të tana. Atje prap jam të e puno lome, kom bata verore në atje, por nuk është interesant edhe me nejnë ka fanë të nditë. Nuk kom qej me dalë me shku me hangri darke atje. Por ko që me punu atë disa, po qka, pa usë po di qka me ba. Ma interesant është edhe punu apar. Absolutisht. Naturisht do doja nga jo dhe një mesazh drejtuar të gjithë atyre të rinjeve që na ndjekin, por pse jo dhe një mesazh drejtuar diasporës. Ata të cilët janë në pension, pse mos të vinë si ju të kalojnë jetën e tyre këtu në Malësi, pranë vendlindjes së tyre. Në vërtet, tash me kësyrë, se Malësi në sheti shpesht është, jo tash për edhe pak shkuatje. Janë punua shumë shtëpia për Malësi. Shumë shtëpia të bukura. Edhe janë shumë shtëpia të bukura në për Malësi. Por, kur kaloj për bus të net, gati më bushe në synë me lotë, pasha zëtë më ka herë. Sa në gjinaf, i kem hargjuat të në ato të holla këtu, e mos me ardhe me shiju asë sa me muj. Ata disave asë fëmija nuk u vine, ja o të që ka duhe, kem, dhe më thonë ka një që ka nërgjua, edhe me ka $6 milion në shpija këtu, a këtonë. Me punua e me la është, por prapë se prapë më thonë, ma mirë që e kanë punua se onë godit veni paka, këtonë, edhe shpija e bukure, pune e bukure, ja banë ati e shine edhe katunit. Edhe ajo është, dhe ka të bleft në vetë, por mirë kime me ardhë, me kalu o kohën Malësi, me kënë fatë me ardhë të rritë, se tash në plesë si du, në kuj gjanë që me thonë, për të ardhë me ne venit ati qka, por fëmija shtirë për atë i pak do një veç me pas dhe i pozit punet diçka që me punuan për firmat jashtë sa. Ta shodhë punojnë me kompjutera për i shpijet e lato. Ka që janë këthyja, kupton? Po, këtyre këtu, qëfar mesajit dhe i jepnit? Me punua ma shumë e me najnë për kafana ma pak. Mirë që nuk e pate mesajin të martohen. Ata tash deshte më të këtës në shkollë dinorës. Kom një që i vesh 3 nëzanë sa janë registrua. Është të vërtet. A janë taksirat. Dhe me thonë, ka tu një shqiptar mbaj madhë, po të më Malëzi. Si ka tunë, së më duke se ka matë madhë ka tunë, se dinosha me banorë. E sot nuk i ka 3 nëzanë, po qka me në banë e atër? Atër, si du më meru i traditat e komin e gjuhën e. I kështu është dukna. Atër të rritë, së qka me thonë, gjithë si la shpi ka jenë, 2 ka 34 vjeqarë, e nuk martohen, por ka ruhen ata. Po qka duhet në Amerikë, nësë ta duhen gjasë në Amerikë ata. Po të të rrinë ka, me i hub dika. Po duhet mu martua, duhet me kryo familje, duhet me në rini është veni. Dhe me thonë e ardhmja. Qka bojnë ata, unë di qka menojnë.
Zoti Gjokaj, ne faktikisht kemi ardhur në fund të emisionit, e di që ne do kishim edhe shumë për të folur. Historia e juaj vërtet është një dëshmi e fortë se mërgimi mund të largojë njerëzit fizikisht, por nga vendlindja kur shpirtërisht. Vërtet ishte një rrugtim shumë interesant, ju faleminderit shumë, ju uroj shumë suksese, faleminderit edhe ju, ju uroj shumë shëndet, dhe naturisht të vazhdoni, të kontriboni në shërbim të kulturës, vëndit, dhe t'ju kemi gjithmonë këtu në Malësi, të kaloni ditët sa më bukur të jetës tuaj këtu pranë vendimit tuaj. Faleminderit shumë edhe për vizitë, për intervistë, tash jam mënuar me folë në aq sa, pa përvojë. Për edhe zjanë kam lënë amanet, dhe unë kam inshallah kur vinë ditë e vdekjes më vjen këtu në këtë Malësinë e jo tjetër punë. Ata e kam dikur sot tokë këtu, tokë atje. Pa e vërteta se gjithku është tokë. Por njeri tonë një aty ku i ka rajnët e veta. E të rritë inshallah kanë me uzgjuj ditë edhe kanë me bandi qka se nuk ka mirë. Edhe njerë faleminderit shumë në mikpritje dhe në çdo fjalë që ju keni thënë. Shumë faleminderit edhe Ishte juve. kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen, natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Vojnë. Bashkë mirupafshim.